Fenomeni i pranisë së lopëve në lagjet e qytetit të Bulqizës është edhe këtë vit prezent. Qytetarët e lagjes së re të këtij qyteti detyrohen që çdo ditë të qëndrojnë në të njëjtin mjedis me lopët, pasi lëshohen të kullosin në lulishtet ku duhet të qëndrojnë njerëzit. Sipas qytetarëve bulqizak, prania e lopëve në qytet jo vetëm është e bezdishme, por edhe rrezikshme. Ata thonë se kanë qenë disa herë dëshmitar ku automjetet të ndryshme janë përplasur me lopët që dalin befasisht në rrugë apo hapësira të tjera ku qarkullojnë automjetet. Një tjetër problem i pranisë së tyre është edhe dëmtimi i parqeve të vogla në lagje apo hapësirat mes pallateve. Qytetarët shtojnë se lopët që lëshohen në lulishte dhe nuk kontrollohen nga askush, po dëmtojnë pemet apo bimët e mbjella nga bashkia. Ata kërkojnë që ky fenomen në Bulqizë të marrë fund dhe institucionet të ndalojnë lëshimin e lopëve në hapësirat publike të qytetit. Për lopë për shen këtu është plot. Duhet merret një mos. Si mos meja kush qet lopën në qytet, gjobën. Por i aksidenti është 100%. Se hik pi lopë si binjoniu. Bën fest me rënë pin kafe me qytetarët, me pleqt, me pensionista. Lopë shen është çel qyteti. Po së mund mos nga bashkia me ndëshku me gjoba, ku s'ka lopë pa urdhër, lopë pa zot, pa kushon mes qytetit. Ti me makina, u ndalu makina aty. S'ka ku të kaloj, ku të kaloj? Burim aksidenti, hik pi lopë si binjoniut. Sa aksidente janë bosh atë, Prishtinë bën pi lopë, pi shen. I kanë pru shend edhe e në lopë, kanë arë me lopë. Unë ka të pesë, ka morë, ka lopë këtu. Në që dite ma kupto që qanë bëna këtu, ha kupto. Delë këtu nuk shre vetëm shen, lopë, me pas urgjenca, s'ka urgjenca të, urgjenca është lopa. Si delë për para. Morë mosë bashkia, jene, bashkia s'ka morë mosë asë. E në shenë ka sa dush. Bëjnë këtë dhe mes mi dhe vogërin për kam. Këto du t'i hekin të, po du t'bën rrethina, të rrethot me një. Kurse këtu s'ka regull, s'ka disiplin, s'ka. I kanë ato kishen, i thonë 2 milion një lopë. Nuk e ka marak, lopën e vetë nuk kanë marak. Se që njerëz i shonë këto nuk e di. Kyre plaku nuk ban punë fare, se kyre plaku do të mbledh të gjithë. Ato të bëjnë një mbledhje të ashtu që lopë mos shkojnë rrugëve, mos shkojnë këtu që ulen njerëzit, ulen fëmijët, ulen. Lopa është 3-4 lopë kanë ngorë. A kanë ngorë 3-4 lopë këtu, e se kanë se që kokën faraj. Thoshte të pagush lopën, makina prishën e thoshte të pagush lopën. Pagush lopën midis rrugëve, dhe njëri unë që njëri kalin rrugë makinë se do të shkelë, ose do të... Ti në shkoj më gjo, për ka këre plaku të mbledh fshatin adje dhe të vend gjobën, 1, 2, 3, ose të vend bari, si që shashtu. Nuk rejlo pasad, një për vetën e tyre, sepse 2 milion një lopë, si se kanë gjallë fare mërë burrive se del lopë aty. Një tjetër shqetësim i qytetarëve të Bulqizës është edhe prania e madhe e qenëve ndacak, që kohët e fundit janë kthyer në rrezik shumë të madh për shëndetin e tyre.